ndërmjetësimin, nëse kemi një problem, fare mirë mund të shkojmë tek avokatët e ndërmjetësimit dhe ta zgjidhim pa pikën e problemit, pa ju drejtuar gjykatës. Këtë serën pak më vonë në Mëngjes Express, okay. Emocion. Bukur, jemi sërish transmetim në drejt për drejt në Mëngjes Express. Ju kërkojmë pak ndjes sepse jemi plot në studio, si për festa. Jemi plot për plot. Në fakt i kemi prezantuar një çështje të cilën kishim dëshirë të diskutoni me të gjithë ju, për të gjithë interesuarit, të gjithë ata të cilët duan dinë diçka më shumë, janë të mirëpritur si gjithmonë në Mëngjes Express në program edhe nëpërmjet telefonatave. Sot do të flasim dhe do kemi të ftuar në studion ton nga Dhoma Kombëtare e Ndërmjetësve. Kemi kryetarin e Glend Bicin, Ersida Telidin, kemi dhe Loren Liçi apo jo, Liço, më fal. Do të flasin së bashku, do të japin përgjigje pyetjeve që ne do të drejtojmë për sa i përket kësaj dhome, por më para, si traditë e programit. Ti urojmë mirëmëngjes, mirëmëngjes, u dëgjojmë pak zërin. Mirëmëngjes. Si traditë ne kemi bërë që marrim opinionet e të ftuarve në lidhje me lajmet e një dite më parë, edhe me qenë sot e temën e parë sot e kishim, po diskutonin për pasigurinë që kemi në prag të festave, duke ju referuar vjedhjeve ose plagosjeve që janë bërë, nuk e di si e shikoni si situatë. Për të qenë i sinqertë, nuk mendoj që është situatë ndryshme nga vitet e tjera, pasi normalisht kur ka fluks lëvizjesh, ka edhe fluks ase edhe ngjarjesh të këtij lloji. Pak më parë po diskutojmë në pjesën e ngjarjes që ndodhet te një nga qendrat komerciale në lidhje me vjedhjen e babagjyshërve, të cilët këtë festë apo këtë veshje të kësaj feste përdorin për të kryer këto vepra. Mos më thuaj që nuk do besosh më tek babagjyshi që sjell dhurata. Kam ndarë mendje më të besoj. Okej. Bukur, një koment nga ju, shkurtër? Në lidhje me pasigurinë, pasiguria është gjithmonë pjesë e këtyre festave të fundvitit, ndoshta kjo kushtohet dhe nga shumë rrethana ose faktorë, sikurse mund të jetë kriza ekonomike apo dhe probleme të tjera, le të themi që të gjithë njerëzit duan që ta festojnë në mënyrën më të mirë të mundshme, por mënyra Kush do ta festojë me 400.000 euro? Po mënyra e sjellur nuk është mënyra e dur. Kështu që pjesa e pasigurisë nuk i duhet lënë vetëm atyre që janë në pushtet, por i duhet lënë edhe të gjithë qytetarëve, mendoj, kështu që duhet jemi dhe ne të bëhemi më të kujdesshëm në mënyrë që të ruajmë dhe ne veten tonë rreth. Patjetër, shumë e vërtet. Loren? Unë pak mendoj që jemi ne ata që e përçojmë pasigurinë. Nëse ne paraqesim tek të gjithë siguri, atëherë mendoj se festa do bëhen më të bukura, kështu që besoj se këto ngjarje që ndodhin janë thjesht një normalitet që nuk duhen bërë publicitet, edhe të vazhdojmë të festojmë. Akoj, e kuptova. Gjithsesi, një ndër diskutim më të mëdha është se të dielën e kaluar qeveria ka mbushur 100 ditë. 100 ditë premtimesh. Kështu që Jo, shtopshin ditë. Po ka mbushur do donim një koment gjithashtu të shkurtër mbi punën e 3 muajve të qeverisë së re. Toni koment si doni juve, nuk jeni detyruar, e keni parasysh vetë. Ato çfarë mendoni? Tani, për të qenë i sinqert, mendoj që, fryma në përgjithësi është pozitive. Më thënë, mendoj që përpos pjesës buxhetit dhe pjesës biznesi, për pjesën e mënyrës se si ata do të tatohen tani më, që është pak tatohen më tepër nga se tatoheshin përpara, mendoj që fryma në përgjithësi është pozitive. Mendoj që do jetë një 2014 e vështirë, pasi realisht ne se kemi kapur akoma krizën siç e kanë kapur vendet tjera, mos harrojmë që jemi pjesë e mirë e biznesit është grek edhe italian në Shqipëri, ata janë Greqia është duke u fundosur me zor pa nxjerrin, me gjithë farlloj mënyrash, me ekskavator të tipit. Mos na ndill ters, do të thuash që meqense edhe Italia është në krizë, edhe Greqia i bie që do ne të fundosim. Italia ka dalë nga kriza faktikisht, nuk janë më në fazën e krizës. Jo, por mos haro që ne kemi ekonomi informale e cila në rastin konkret ndihmon për të nxjerrë nga kriza.
Unë në fakt me qenë se jam e fushës drejtësisë, po fokusohem më shumë ke drejtësia dhe me qenë se këtu jemi si përfaqësues sidomos kombëtare ndërmjetëse, do doja që ministri i drejtësisë të ndërmerte dhe të vazhdonte më tej me hapat e procedurat ligjor, qoftë për ndryshimin e kodeve procedural, kodit civil apo dhe kodit penal, ashtu edhe në fushën e ndërmjetësimit. Besoj se kjo do të jetë pjesë e bisedës më vonshme, por dhoma kombëtare ndërmjetësve ka pasqyruar disa ndryshime të saj në lidhje me ligjin për ndërmjetësimin. Kështu do donim që kjo në 100 ditët në vazhdim apo në vitet në vazhdim. Kuptova që të plotësohet. Në fakt më kujtohet një deklaratë e cila sot ishte pasqyruar edhe në shtyp e ministrit të drejtësisë, i cili do të thotë që do të marrë masa në vazhdimsi për shkak se ka nevojë, faktikisht ka shumë nevojë për ndryshime, çfarë është e vërteta. Në gjitha strukturat e drejtësisë. Po, edhe në jo vetëm në sistemin e drejtësisë, por gjithashtu edhe në legjislacion. Po. Loren? Na e përcakton detyra në fakt të fokusohemi tek ndërmjetësimi. Në fakt të gjithë këtyre rëmujrave nëse do t'i quajmë apo këtyre trazirave, ne ndërmjetësit mundohemi që t'i gjejmë atë pikën e përbashkët në mënyrë që t'i shuajmë bukurisht të gjitha ato paqartësitë. Megjithatë këto 100 ditët e para unë mendoj se kanë qenë domethënë të qeta, ato arritjet ndoshta do të shikohen në 100 ditët e ardhshme, domethënë sepse 100 ditët e para duhet të kenë qenë vrulli i punës, madomendja mua. Shpresoj që edhe ne, si dhomë kombëtare ndërmjetësve, të kemi mundësinë të japim kontributin ton që në 100 ditë të ardhshme të ketë një arritje e cila do të ketë dhe emrin ton në të. Kështu që mendoj se Besi, para se faleminderit. Para se të kalojmë tek tema e ditës, në fakt doja t'u bëja edhe një pyetje se më keni folur duke u bazuar vetëm në profesionin tuaj. Tani si qytetar të thjesht, luhatit e çmimeve që kemi në prag festash, si shikoni? Meqense këtu ju prekin të gjithë. Mua pazarin e bëjnë gratë, kështu që Po. Tani, sigurisht që gratë janë ato që merren me pjesën e fundvitit në lidhje me përgatitjet, për festat, përgatimet. Lekët i hedhin burrat. Ato do thoja. Buxheti vjen nga burrat, por në ditët e sotme gruaja është një forcë shumë e rëndësishme. Nuk është që kontribon në familje njësoj si burrat, kështu që luhatjet e çmimeve janë shumë të ndjenshme, jo vetëm në produktet ushqimore, por edhe tek të gjitha produktet e tjera jo ushqimore. Besoj se ne shqiptarët kemi këtë traditën e për të festuar fundvitin me shumë gjëra, dhurata, por që kjo sigurisht që na ngarkon më tej xhepat. Kemi çfarë të bëjmë, se s'mund të lehet as gjeli i detit, s'mund të lehet as vera, as baklavaja. Kryetar, ne ndjeni rritjen e çmimeve? Duhet jemi të sinqert që është shumë e mirë që tani nuk përdoret shumë kesh, i përdoren tepër kartat e kreditit së debitit, që normalisht në mënyrë direkte nuk e ndjeni. Sa kupton se e kuptova. Atëherë do fillosh ta ndjesh orët çfarë s'kan bërë. Gjithsesi, sot është kartë dita që të merret në një overdraft për festovit në Risa. Kështu duket situata. Gjithsesi, të shkojmë në temën tonë, në diskutimin tonë. Në fakt është shumë interesante fakti që sot në Shqipëri të kemi një mënyrë tjetër për të zgjidhur problemet me disë individëve. Përtej gjithë diskutimin që do të na përcaktoni pastaj se çfarë çështjesh mund zgjidhen, se nuk besoj se janë gjitha çështjet të zgjidhshme në këtë aspekt. Më duket sikur në një mënyrë apo një tjetër neve kemi sjell avokatin e paqes që ka, gjyqtarin e paqes që ka Italia. Gjë të cilën neve nuk e kemi. Pra para se shkosh në një gjykatë e mirëfillt në cilën ndoshta e nis për një borxh të marrë mbase përfundon në burg pastaj pa e kuptuar, kemi juve që do të bëni ndërmjetësim midis njerëzve. Unë mendoj që absolutisht dhoma kombëtare ndërmjetëse ndërmjetësit minimumi që mund të bëjnë në sistemin e drejtësisë në Shqipëri për pjesën e zgjidhjes mosmarrëveshje konflikteve do japin tek njerëzit atë frymën e bashkëpunimit e mirësisë. Minimumi 2 palë që janë në konflikt, edhe në qoftë se nuk përfundojnë me një marrëveshje, të cilën ne nuk e urojmë, ne do donim që të përfundojnë me marrëveshje, ulen në tavolinë edhe shohin njëri tjetrin, 2 palët të cilat janë kundërshtar në sy, dëgjojnë rrethana, dëgjojnë këndvështrimet e secilit dhe nuk i kanë më armiq. I kanë thjesht, janë 2 persona të cilët kanë 2 këndvështrime të ndryshme për çështje të caktuar. Fatkeqësisht kjo nuk ndodh. Ne kemi pjesën e pajtimit që në kohë të lashta dhe pjesën e fjalës së burrit
shqiptarët e kanë besën. Po. Dhe në qoftë se dhoma kombëtare ndërmjetësve, ndërmjetësimi realisht do fillonte të funksiononte siç duhet funksionoj, do ulte shumë gjakrat, do kishte më tepër buzëqeshje, do kishte më tepër ëmbëlsi, do kishte më tepër punë, do kishte më pak çështje në sistemin e drejtësisë, sidomos në shkallët e larta përpos shkallës parë, pasi janë këto palë të cilat nëse zgjidhen marrëveshje çështjen, vetëm për fytyrë, edhe në qoftë se mbasi e kanë firmosur marrëveshjen, mendojnë që mbasi e kanë bërë gabim, pasi kanë humbur nga kjo marrëveshje që firmosën, vetëm për fytyrë nuk do shkojnë të apelojnë atë çështje sepse ranë dakord. Edhe në qoftë se humbasin, por ama humbën me dëshirën dhe mendimin e tyre për ta bërë. Cilat janë disa nga çështjet që mund t'ju referohen? Jo, janë civile, administrative, penale? Në fakt, ndërmjetësimi e gjen fushëveprimin e saj në... Vërtetut mikrofonin, po. Ndërmjetësimi e gjen fushëveprimin e saj në shumë fusha. Civile, administrative dhe familjare janë fushat e saj kryesore në fakt, po ndërmjetësimi e gjen fushëveprimin e saj dhe në fushën penale. Të gjitha kundravajtjet penale, të cilat ndiqen mbi ankimin e personave, mund të zgjidhen me ndërmjetësim, pa u bërë fare objekt gjykimi, pa vajtur përpara atij presionit psikologjik që t'i jep gjykata, prokuroria, mund të zgjidhen midis palëve me ndërmjetësim. Pyetje, më fal, nuk e kuptova. Ndoshta edhe për gjithë qytetarët. Domethënë, kemi ndoshta një rast në të cilin mendoj se unë e kam qelluar entelën dhe e kam plagosur let. Ose kam plagosur. Atëherë po, në qoftë se në këtë mes mund të kemi ndërmjetësim? Në këtë mes, në qoftë se, domethënë vepra penale klasifikohet si kundravajtje penale, siç është plagosja e lehtë, për shembull, ose dëmtime të tjera me dashje. Mbi 9 ditë është raporti mjekësor, domethënë. Në këto raste mund të zgjidhet çështja me ndërmjetësim pa u bërë objekt gjykimi, domethënë dhe pa u bërë objekt hetimi nga ana e prokurorisë. Ç'do të thotë? Që do të thotë, këtë rast duhet ta nisni juve tyre, mundet që të bien në një ujdi se si do ta zgjidhin. Ndoshta atë gjobën që do të vërë gjykata dhe atë burgun që do të vërë gjykata, ata mund ta ndajnë për gjysmë dhe thonë, "Ok, unë mjafton që ti të pranosh fajin sepse në fakt gjithë qëllimi i ndërmjetësimit është që njerëzit të arrinë atë pikën e përbashkët të interesave të tyre dhe në këtë mënyrë gjendet desgjidhja. Që do thotë në këtë rast i shpëton burgut personi? I shpëton absolutisht. Okej, kemi një telefonat, lutem Loren. Mirëmëngjes. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Përshëndetje, mirë se erdhe. Po. Me kë flasim ju lutem? Andon Gjini nga Divjaka. Nga Divjaka, përshëndetje. Përshëndetje. Po, keni ndonjë problem në lidhje me diskutimin që kemi? Doni të merrni një informacion? Jo. Thjesht jam duke u ndjek shpesh çdo pjesë. Faleminderit të përshëndesim. Nëse do të kesh ndonjë pyetje në vazhdimsi të mirëpresim, ishte një kënaqësi që të kishim. Ndërkohë, i ftoj të gjithë qytetarët për efekt që të dimë pra pikërisht të kuptojnë se çfarë roli ka dhoma kombëtare ndërmjetësve. Kjo është ideja, për të kuptuar më mirë që mos nxitohemi ndoshta për të marrë disa veprime që ndoshta detyrojnë edhe një palë tjetër të posojë ca gjëra që nuk duhen jetë. Pra atë vendimin agresiv që gjykata do të jepte në përfundim të gjykimit të saj mbi këtë çështje që në fakt do të thotë gjykata se çfarë do të ndodh me agresorin apo me atë kundravajtësin në rastin konkret. Dhe është ajo që i bie çekanit në këtë rast, në rastin e ndërmjetësimit, palët ndërmjet tyre janë ata që e vendosin. Mjafton që ata të jenë të kënaqur me një përfundim, çfarëdo përfundimi të jetë ai. Ata e vendosin se si do të jetë përfundimi i kësaj çështje. Po. Në lidhje me sistemin e referimit, me sa kuptova ishte pyetja juaj. Në fakt deri tani nga praktika që kemi pasur. Më fal, mos e fillo. Kemi një telefonat tjetër. Se fundi jemi për qytetarët, neve kemi parasysh si raste. Mirëmëngjes. Përshëndetje. Mirë se erdhe zotëri. Me kë flasim? Sistemi flas një person nga Tirana. Okej. Kritikohet rënd sistemi i drejtësisë, që thellësisht i korruptuar. Po, dëgjohen tash aty apo jo? Në ti dëgjohesh shumë mirë, po problemi është ne e dimë që ka një sistem i cili nuk funksionon. Çfarë është e vërteta? Përpiqemi që të gjejmë disa mënyra që mos të jemi kaq të korruptuar sa i kemi. Ti heqim çfarë çështje gjykatës e cila të lë ca data një herë në 3 muaj edhe ti detyrohesh të mban një stres saktuar, më kupton? Unë duhet të flas në çik direkt me Po direkt në transmetime zotëri. Faleminderit. Po. Atëherë mund të flas, sistemi i drejtësisë është i korruptuar. Këto populli e di dhe nuk ka besim. Po. Kjo është drejtësia tek ne deri tani 23 vjet. Thuhet se do të bëjmë reformë. Por asgjë nuk ndryshon këtë vend. Juve keni parasysh rastin e dhomës kombëtare të ndërmjetësve? Pra pikërisht zotëri që ne kemi të ftuar në studio? Nuk ka dhënë asnjë rezultat, sepse nuk ka dhënë asnjë rezultat, po natyrisht se ka filluar para shumë vjetësh. Zonë ndërmjetësve mund të jetë
i korruptuan nga njëra krah, nga nga tjetra krah dhe në fund folis edhe ato do të vrit. Atëherë, cili është mendimi im? Po. Sepse të gjithë ne kritikojmë e dim që s'ka drejtësi, e vazhdon ky ritual, edhe them do të bëhet reform, çdo qeveri që vjen thotë do të bëhet reform, atëherë cila është reforma, mendoj unë. Unë mendoj në përgjigje të kësaj, mendoj që Ministria e Drejtësisë aktuale, Këshilli i Lartë Drejtësisë, Presidenca dhe Qeveria, të gjithë së bashku, të caktoj një komitet në drejtimin fjala vjet Spartak Ngjelës, ose të një specialisti shumë talentuar. Dhe Zotëri, të përshëndes, neve e kuptuam rastin tuaj, nuk është momenti që ndoshta të shprehemi me minutat e tëra, sepse kemi të ftuar ta në studio. Faleminderit. Ndërkohë që të vazhdojmë tek këtë çështje, po. Në lidhje me sistemin e referimit, deri tani nga praktika që kemi pasur, ka qenë një projekt i cili është bërë në ndihmën e një fondacioni, që është Fondacioni për Zgjidhjen e Konflikteve, dhe kemi qenë të vendosur pranë gjykatave të rrethave gjyqësore, përkatësisht po flas për Durrësin. Dhe të gjitha çështjet, pjesa më e madhe e çështjeve na vinin nga gjykata. Në gjyqtarët në seancën e parë që është seanca e pajtimit i ftonin palët që të zgjidhin çështjet e tyre me ndërmjetësi. Dhe ne na vinin aty dhe diskutonin, dhe nëse arrijim marrëveshje e pasionim sërish gjykatës. Ne në fakt jemi sot këtu për të bërë apel të gjithë qytetarëve që përpara se të shkojnë në dyert e gjykatave, përpara se të paguajnë lekët e kërkesë padisa apo të kërkesave të ndryshme, drejtojnë një ndërmjetësi i cili është i regjistruar në regjistrin kombëtar të dhomës ndërmjetësve, gjithashtu i licencuar në mënyrë që ta zgjidhë çështjen drejt për drejt me ndërmjetësim. Cila është procedura që duhet të ndjekë një qytetar që të vitë tek ju? Vetëm thjesht të vitë bëj kërkesën dhe kaq, pasi ju ka gjetur? Atëherë, sigurisht që janë disa ndërmjetës, cilët janë të regjistruar dhe të licencuar. Pranë në dhomës kombëtare të ndërmjetësve, gjithashtu dhe në faqen e Ministrisë Drejtësisë është regjistri këtyre ndërmjetësve, së bashku me vendodhen dhe adresat e tyre, dhe pala mund t'i drejtohet ndërmjetësit. Pasi ndërmjetësi e dëgjon palën, sigurisht që do të ftojë dhe palën tjetër me cilën është konflikti për ta zgjidhur çështjen me ndërmjetësim. Dhe nëse në të dy palët arrihet akordi që çështja zgjidhet me ndërmjetësim, procedura vazhdon normalisht drejt arritjes së marrëveshjes. Pra në atë rast del gjykata jashtë loje dhe vazhdon. Ku në cilet ambiente kryhet si procedurë zakonisht? Pyetje. Jam kurioz. Zakonisht është një tavolinë rrumbullakët në cilën ulet ndërmjetësi dhe palët. Në gjykata apo? Jo, në zyrat në ambientet e zyrës së ndërmjetësit, por në një tavolinë ndërmjetësimi nuk ka palë që është i para apo i dytë apo i tretë. Domethënë ka një sekretare që mban një proces verbal u paraqitur në punë. Jo, absolutisht jo. Është vetëm ndërmjetësi dhe dy palët është shumë procedurë konfidenciale, sepse ndërmjetësi në fakt nuk është aty vetëm për të zgjidhur problematika që janë publike, por janë edhe shumë problematika të cilat nuk mund të bëhen publike, siç janë ato familjare, janë me fëmijët ndërmjet, janë shumë delikate. Ti bën një pyetje tjetër. Do të korruptohen ndërmjetësi nga njëra palë? Në fakt është e pamundur sepse ndërmjetësi nuk vendos asnjëherë. Janë palët të dyja që bëjmë marrëveshje. Për të sqaruar pak edhe zotërinë ishte më Jo, në lidhje me pyetjen, ne jemi dhoma kombëtare ndërmjetësve është në hapat e parë që të krijojë dhe dhomat vendore të ndërmjetësimit, që do të thotë pranë çdo gjykate të rrethit gjyqësor do të ketë një dhomë vendore ndërmjetësimit dhe më pas palët do ta kenë më të lehtë ose publiku i gjerë ta ketë më të lehtë që drejtohet drejt për drejt në këto dhoma për gjetur ndërmjetësit. Dhe është pala që gjen ndërmjetësi, nuk është ndërmjetësi që gjen palën. Që thotë kjo mundson eliminon dhe mundësinë e korrupsionit apo dhe problemeve të tjera praktikave. Atëherë edhe një herë për qenë qartë, domethënë për të gjithë, janë të gjitha llojet e çështjeve të mundshme që ndodhen të shkojnë në gjykatë, të cilat mundi trajtoni edhe ju. Përveç çështjeve penale, të cilat ndiqen kryesisht nga prokuroria. Që do të thotë? Që do të thotë veprat penale, të cilat quhen vepra penale jo kundravajtje penale, pra që janë mbi 3 vjet dënimi, të përjashtuara nga neni 59 i Kodit Procedurës Penale, që është një sër vepra që ndiqen mbi ankimin e personave. Çdo çështje tjetër, civile, administrative, familjare, pune, çdo lloj çështje tjetër e mundshme tregtare, qoftë edhe një konflikt i thjesht midis komshive mund të zgjidhet, domethënë ndërmjetësim. Por gjithmonë te pjesa e veprave penale dhe ata që janë të dënuar mbasi kanë marrë dënim të formës prerë nëpërmjet shërbimit të provës, detyrës përgjithshme shërbimit të provës dhe detyrës rajonale të shërbimit të provës, nëpërmjet ndërmjetësve gjithmonë me iniciativën e shërbimit të provës mund të arrihet një marrëveshje për ulje dënimi, për dënim alternativ, për punë sociale e tjera të cilat ende nuk janë të praktikuara në Republikën e Shqipërisë, janë të praktikuara shumë pak, por realisht shërbimi i provës është duke punuar.
Ajo çka do doja që teleshikuesit dhe të gjithë ata që janë interesuar do doja të dinin është nëpërmjet një marrëveshje ndërmjetësimi dhe nëpërmjet ndërmjetësve nga dhoma kombëtare ndërmjetësve, e cila është e atashuar me selinë e saj pranë Ministrisë Drejtësisë, të gjithë ndërmjetësit licencohen nga Ministria e Drejtësisë. Në Ministrinë e Drejtësisë janë 4 dhoma që janë pjesë e strukturës së ministrisë, por jo në varësi të ministrisë. Është dhoma kombëtare e avokatëve, e noterëve, e përmbaruesve dhe ne. Dhoma kombëtare e ndërmjetësve. Ajo çka njerëzit do arrijnë nëpërmjet ndërmjetësimit është vetëm përfitim. Përfitim sepse Përfitim në kohë, në shpenzime, po edhe dhe përfitim në buzëqeshje. E them këtë sepse realisht është një kohë e humbur, është një stres i humbur, janë nervat acaruar gjatë gjithë kohës që ti duhet shkosh në seancën e parë, e cila shtyhet kot sepse avokati palës kundërshtare nuk erdhi, shkon në seancën e dytë, e cila shtyhet sepse gjykatësi nuk ishte, shkon në seancën e tretë, e cila mund të shtyhet për çfarë do lloj arsye, dhe e gjitha kjo është kohë e cila konvertohet në para, e cila konvertohet në nerva, e cila konvertohet në stres, e cila konvertohet në jo mirëqenie, jo mirësjellje dhe jo Pastaj gjithë teoritë që dalin për sa i përket sistemit tonë të gjithsesi, meqense jemi në fund edhe një pyetje se jam dhe në fund flasim pak për konferencën, nëse ka një konferencë të fundit. Do di se sa të interesuar janë shqiptarët që të drejtohen tek ju. Ka filluar të ndryshojë pak nga drejtimi në gjykatë dhe nga drejtimi tek ju? Sigurisht që në momentin që të gjithë qytetarët do marrin vesh cilat janë aspektet pozitive të ndërmjetësimit, jam shumë e gëzuar që të them ose që ata gjithmonë do të drejtojnë ndërmjetësimit. Përveç faktit të gjithë këtyre uljeve në shpenzime, kosto, kohë etj, ajo që është më e rëndësishme që e tha pak më parë, thanë të dy kolegët, është që palët në fund dalin miq. Të dy palët janë miq. Të dy palët dalin të fituar, ndërsa kur shkojnë përpara gjykatave, njëri deli fituar, tjetri deli humbur, dhe kjo i kthen ato dy palët në kundërshtar. Ne, si dhomë kombëtare ndërmjetësve, kemi filluar që takohemi me të gjitha institucionet përkatëse, duke arritur që në shkruajmë disa nga marrëveshjet dhe do vazhdojmë në shkrim në marrëveshjeve, dhe sigurisht që do të bëjmë një lobim shumë të madh që të gjithë qytetarët të ndërgjegjësohen, që pikërisht përpara se të shkojmë përpara dyerve të gjykatës, drejtohen pikërisht një ndërmjetësi të caktuar. Kjo do të ketë shumë favore që ne i përmendëm, kështu që besoj ne konferenca tani me bravo. Që jo se jemi në fund dhe dua ta përmend patjetër sepse nesër ka një konferencë për cilën do doja të dija më shumë informacione. Okej, atëherë nesër ne kemi konferencën ose më saktë mbledhjen e përgjithshme ndërmjetësve, por që e kemi konceptuar në rolin e një konference, ku kemi krijuar edhe klubin e miqve. Është një risi, është diçka pozitive, ku ne do kemi të ftuar nga institucione, nga kompani, nga biznese, nga shoqata të ndryshme, qoftë edhe nga individ të medias që janë të interesuar, do jetë pranë hotel, mund ta përmend vendodhjen? Hotel Tirana International, salla Consortium, s'po ja mbaj mend. S'ka problem. Edhe mendoj që kjo është edhe kjo që ne po bëjmë sot, fal jush, është një pjesë e promovimit që ne po i bëjmë dhomës kombëtare ndërmjetësve. Pjesa e parë është e konceptuar në rolin e prezantimit dhe një lloj nga të gjithë këta bashkëpunëtor të ardhshëm, dhe më pas kemi mbledhjen tonë të radhës me pikat që kemi me rendin e ditës që kemi përcaktuar. Mendoj që absolutisht të gjitha institucionet shtetërore, jo shtetërore, kompanitë private, bizneset, individët, nga ndërmjetësimi dalin vetëm me win-win. Na kuptova. Domethënë mbi të gjitha e rëndësishme është që në fund fare të një procesi qytetarët mbeten, po themi miq me njëri tjetrin, sepse gjyqëmëria dhe fakti se ndoshta dikush është dënuar edhe kot ndonjëherë, që ka raste që i din plot, ndoshta kanë bërë që të hyjnë në aspëri shumë familje. Dhe më duhet ta theksoj, marrëveshja e ndërmjetësimit është marrëveshja e parë dhe është ajo që thanë kolegët, nuk ka palë superiore. Ndërmjetësi është në mes të palëve, nuk është ai që rregullon ballancimin e konfliktit, por nuk është ai që vendos. Vendosin palët, ai thjesht e certifikon këtë marrëveshje që palët bëjnë dhe është titull ekzekutiv. Domethënë, marrëveshja e ndërmjetësimit është e barabartë, e barazvleshme me një vendim gjykate, i cili mbas afatit kohor për të apeluar është i barabartë në formën e prerë. Mirë, besoj se jemi në fund. Shumë faleminderit, ishte kënaqësi që ju kishim këtu. Shpresojmë që të kemi dhënë edhe të kemi bërë një përmbledhje më saktë asaj se çfarë ofron kjo dhomë.
Në vazhdimsi do shta kemi dhe më shumë detaje. Kishim si një. Tash mos dola. Ne do të shkojmë në një hapësirë publicitare dhe pas pak do të jemi me kolegen ton Manjol